Galeria e Arteve Guri Madhi në Korçë shënon një vit nga rihapja në hapësirat e saj të reja, duke u kthyer në një nga qendrat më të rëndësishme të jetës kulturore dhe artistike të qytetit. Përgjatë një viti, kjo hapësirë ka mirëpritur 10 ekspozita dhe aktivitete, duke sjellë për publikun veprat autorëve më të njohur të artit pamor shqiptar, por edhe krijime bashkëkohore që reflektojnë zhvillimet e reja në skenën artistike të vendit. Kemi një vit nga rihapja e Galerisë Guri Madhi, i cili është kthyer jo vetëm në një destinacion të ekspozimit të veprave që ndodhen në këtë galeri, si skulptura dhe piktura, që mbajnë emrat e piktorëve më të mëdhenj të Shqipërisë, por tashmë kjo është një hapësirë dedikuar dhe shumë ngjarjeve të tjera artistike. Pra është kthyer në një, si thua, në një minisken të vogël, ku ne zhvillojmë jo vetëm artin pamor ose hapim ekspozita për piktorë të ndryshëm, por është kthyer dhe në një hapësirë ku i kemi lënë vend pak muzikës apo provimit të librave etj. Galeria tashmë është kthyer në një destinacion të preferuar për turistët dhe një streh për ardashësit që duan të zbulojnë më shumë mbi trashëgiminë e pasur kulturore të Shqipërisë. Jo vetëm vizitorët vendas, por ata tuaj, ajo çka ata lënë në përshtypjet e tyre dhe që i impresionon shumë, është padyshim kolozët e artit pamor, siç është Vangjush Mio, Vangjush Tushi, apo Dallta, apo emra të njohur të skulpturës dhe pikturës. Ata janë të impresionuar sepse veprat jo vetëm që ruhen mirë, por janë dhe vepra të cilat nuk janë të mira vetëm për shkak se janë të vjetra, por janë dhe vepra të realizuara në mënyrë perfekte. Kështu që ata janë të impresionuar nga kjo galeri, e cila unë besoj që është një nga trashëgimitë më të rëndësishme të kulturës korçare dhe asaj shqiptare. Me një kalendar të mbushur me aktivitete edhe për vitin në vazhdim, kjo hapësirë synon të vazhdojë të promovojë artin dhe të mbështesë krijuesit shqiptar.